Gjykata e lartë kërkon që gjykata administrative shkallës së parë të deklarojë mungesën e jurisdiksionit për padinë e ngritur nga Naureta Llagami kundër votimit që çoi në zgjedhjen e gjyqtarit Arsim Vokshi si antar i ri i gjykatës kushtetuese. Sipas saj, nëse do të merrej në shqyrtim një akt i tillë, do të ishte i rrezikshëm për rendin kushtetues. Llagami pretendon se vota e shpallur e pavlefshme ishte në favorin e saj e në këtë mënyrë do të jepte mandatin për në gjykatën kushtetuese. Me vendimin e gjykatës kushtetuese që pezulloi dekretin për Tiranën, KQZ ka ndërprerë punën për zgjedhjet këtu në kryeqytet. Kryekomisioneri Celibashi thotë se votimi më 9 nëntor në Tiranë është i pamundur. Presidenti Begaj, i pyetur nga Report Televizion, thotë se respekton vendimin e kushtetueses, por nuk ka pse të pendohet për një akt që ai duhet ta nxirrte. Vrasja e gjyqtarit apelit Astrid Kalaja nga pala që humbi procesin ka pasuar me episode sporadike dhune ndaj sistemit. Në Tiranë sërish në apel, një qytetar kërcënoi rojen e gjykatës, ndërsa në Vlorë avokati Redi Lanaj goditi punojësin se nuk e la të hyjë në godin pa i ardhur radha e gjyqit. Lanaj është arrestuar, ndërsa dhoma e avokatisë është distancuar nga dhuna. Kredit me probleme arritën në nivelin më të lartë të vitit në muajin gusht. Sipas Bankës së Shqipërisë, huaja e papaguar ka arritur 377 milion euro. Në 10 vjet, raporton Banka Qendrore, nga sistemi janë fshirë 870 milion euro kredit humbura. Sonte në mbrëmje, duke nisur nga ora 20:45, luhet ndeshja si një finale fushatës kualifikuese të botërorit vitit 2026 në Leskovac, Serbi-Shqipëri. Trajneri Silvinjo pranoi se ky duel nuk është i zakonshëm dhe shtoi se kush fiton në mbrëmjen e sotme do të shkojnë në play-offet e botërorit. Elsejt Hysa është ndalur më së shumti tek masat e mëdha të shtuara të sigurisë, duke thënë se ajo që po përjetoi në Serbi po uashton dëshirën për fitore në Leskovac. Shqipëria momentalisht mban vendin e dytë në grup me 8 pikë, Serbia vendi i tretë 7 pikë, por Serbia ka një ndeshje më shumë dispozicion për të luajtur krahasuar me ekipin ton kombëtar. 20:45 drejtësi do të vendosë Rumunisë Dvan Kovacs dhe luhet Serbi-Shqipëri.